Shqipëria do të përballet me Serbinë në një ndeshje të rëndësishme kualifikuese për Kupën e Botës 2026. Por sfida mes dy ekipeve, përveç rëndësisë në aspektin sportiv, mban edhe peshën e kujtimeve të përplasjes kaotike të vitit 2014 në Beograd. Më 14 tetor 2014, ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë u ndërprer në orën 9:30 pas futjes në fushë të tifozëve serb, të cilët u përleshën me lojtarët e kombëtarës son. Një turp i paralajmëruar për Serbinë ky, pasi UEFA nuk kishte lejuar pjesëmarrjen e tifozëve shqiptar në ndeshje për arsye sigurie. Pasi vërshëllyen në himnin ton kombëtar dhe bërtitën thuajse gjatë gjithë kohës vritin e shqiptarët, tifozët serb bën që takimi të ndërpritej në mes. Në minutën e 42, tifozi Ismail Morina, i njohur si ballisti, ngriti një dron me flamurin shqiptar dhe me portretet e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit mbi stadium. Pasi një lojtar serb e mori flamurin, lojtarët e Shqipërisë ju afruan për t'ia marrë nga dora. Tensioni mes futbollistëve në fushë degeneroi në një sherr masiv, pasi pavarësisht pranisë së shtuar të forcave të sigurisë, tifozët serb u futën në fushë duke goditur lojtarët tanë. UEFA vendosi me 24 tetor 2014 që ndeshja të fitohej 3-0 në tavolinë nga Serbia.